Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se po takohem të dashur miq. Ja jemi duke shku fuqishëm në vazhdim, saktësisht në zhvillim të këtij seriali Triangle Message nga Pastor Stefan Born nga Bashkia Adventiste. Pra, është tema numër 5, lesson number 5. Dhe është tema ora e gjyqit të Zotit, erdhi, nga ju kujtohet Pastor Stefan Born, dhe i cili është një ungjilltar internacional, pastor, shkrimtar, publicist. Besoj që tani më jemi njoftuar dhe të ju kujtojmë për temat e deri tanishme. E para ishte vetë faktet rreth zbulesës, 14, ungjilli i përjetshëm, fillimi i mençurisë, si ta e lavdojmë Zotin dhe cilat janë pyetjet tuaja. A keni pyetje? Patjetër që këto tema janë shumë interesante dhe me rëndësi. Andaj ju lutem mos hezitoni, parashtroni pyetje. Ne nuk i dim të gjitha përgjigjet, por Biblia i ka. Andaj të gjitha janë aty dhe do t'i i gjejmë së bashku. E para se të fillojmë, bëjmë lutje Zotit, shihem për momentin kështu live dhe e përullim kokën që lutemi së bashku. O Zoti i madh gjithëpërshtetshëm, ndera lavdia takon ty edhe tani për këtë temë e cila i intereson çdo personi, ky është gjyqi. Faleminderit për fjalën tënde, na udhëheq o Zot drejton, na beko dhe ti o Zot je mësuesi, pastori ynë, andaj hapna vesh të mendjen e zemrën, bekona që të mund të kuptojmë planin tënd, vullnetin tënd dhe të vërtetën e mba biblike rreth kësaj. Ndera lavdia takon ty, në emrin e Atit, Birit, Shpirtit Shajt. Amen. Amen. Dhe me lejen tuaj do e kthejmë andej që të mund të shohim vargjet, tekstet dhe të mund t'i përcjellim më mirë dhe më lehtë. Dhe fillojmë pra me tekstin, ju kujtohet teksti themelor, bazik dhe kryesori i kësaj i tërë këtij seriali është zbulesa 14:6, e cila thot: pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte ungjillin e përjetshëm t'ua predikoj banorëve të dheut dhe çdo kombi, fisi, gjuhë dhe populli. Dhe thoshte me zë të madh, druani Perëndin dhe epeni lavdin sepse erdh ora e gjyqit të tij. Adhuroni atë që bëri detin, qiellin dhe burimet e ujrave. Shumica e njerëzve mendojnë se gjykimi si një ngjarje është një ngjarje, por vërtet gjykimi është një proces. Kjo është më rëndësi të kuptojmë që gjykimi është një proces. Gjykimi në zbulesë ka 3 faza të qarta. Faza e parë është para ardhjes, adventit të ardhjes Jezusit, pra zbulesa 14, 6 dhe 7. Pastaj faza e dytë është gjatë 1000 vjeçarit, zbulesa 24 deri në 6, dhe pas 1000 vjeçarit që flet zbulesa 13 deri në 15. Në këtë temë ne do studiojmë vetëm fazën e parë të ardhjes së dytë të Jezusit, vetëm pra fazën e parë, dhe le të kthehemi tek libri i zbulesës, shkojmë nga fillimi për të marrë informacione rreth kësaj dhe si u krijua njeriu. Ju kujtohet, gjithmonë kthehemi pothuajse për të çdo çështje në Zanafill, dhe tek Zanafilla kapitulli i 2, vargu i 3, i cili thot: dhe Zoti Perëndi formoi njeriun, formoi trupin e njeriut nga pluhuri i tokës dhe i fryu në vrimat e hundës frymen e jetës. Pra, frymen e jetës tek Zanafilla kapitulli 2, vargu i 7.
Nga dheu, krijuesi ynë, Jezusi jonë i dashur, formuloi dheun dhe i dha frymën e tij. Forca energjizuese dhe njeriu u bë një qenje e gjallë. Njeriu u bë një qenje e gjallë, trupi, materiali nga dheu, trupi përpunon dhe ruan informacionin që vjen përmes 5 shisave të trupit. Burimi i energjisë elektrike është pra ajo fuqia, fryma e cila erdhë nga krijuesi. Nëpërmjet asaj që hyn brenda, ju krijoni identitetin tuaj, ju jeni ajo që lejoni të hyjë në trupin tuaj përmes 5 shisave tuaja. Pra shisat e tona janë ato të cilat e bëjnë pra ndryshimin. Çfarë ndodh pas vdekjes? Lutem, kjo është një çështje shumë me rëndësi. Nëse kuptohet mirë, atëherë Bibla e shpjegon përkundrejt asaj teorive të shumta që janë të përhapur anë mban në popull. Por çfarë thot Bibla? Predikuesi 12:7 thot: pastaj pluhuri, pra ai pluhur që na u dha nga krijuesi apo dheu, do të kthehet në tokë siç ishte dhe fryma do të kthehet e Perëndia që u dha. Pra, fryma frymës, Perëndis, dheu dheut. Dhe ju e dini që pothuajse në çdo varrim thuhet dhe je dhe do të bëhesh. Në vdekje trupi me trurin e tij shkëputet nga rjeti dhe shpërbëhet. Pra, shpërbëhet. Çfarë ndodh me identitetin ton personal që e formuan ndërsa ishim gjallë? Përmbajtja e librave nuk është një libër, po janë disa, pra është shumë si një biografi e plot brenda dhe jashtë e ruajtur në qiell. Ekziston raportet e sakta të biografisë së çdo personi. Dhe 2 Korintas kapitulli 5 vargu 10 thotë: sepse të gjithë duhet të paraqitemi para afronit të gjykimit të Krishtit, që secili të marrë gjërat e bëra në trup sipas asaj që ka bërë, qoftë e mirë apo e keqe. Kjo është çështja dhe këto e thuan të gjithë konfesionet, të gjithë e besojnë të njëjtën gjë, por me mjaft ndryshime. Pse? Që thot Bibla? Ja, ne dëshirojmë ta prezantojmë ashtu se si e thot Bibla. Mateu 12:36-37 thot: por unë po ju them, flet Jezusi, se për çdo fjalë të kotë që njerëzit mund ta thonë, do të japin llogari në ditën e gjykimit. Vargu 37, sepse me fjalët tuaja do të justifikoheni dhe me fjalët tuaja do të dënoheni. Andaj ju lutem, keni kujdes se çfarë thuani, se çka ka zemra sot populli qëtë goja, kështu që në bazë të asaj, çka themi, ashtu edhe do të gjykohemi. Kurse predikuesi, kapitulli 12, vargu 13-14 thot: të dëgjojmë pra përfundimin e gjithë ligjëratës, ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është tërësia e njeriut. Sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Qoftë e mirë apo e keqe. Do të gjykohet çdo gjë. Ekziston raporti i cili të shkruhet çdo ditë dhe në bazë të asaj pra do të gjykohemi. Engjujt që i shkruajnë raportet me besnikri, kurse Zbulesa 22:12 thot: dhe ja, unë e vi shpejt dhe shpërblimi im është me mua, për të dhënë gjithë secilit sipas veprave që ai ka bërë. Jezusi është në qiell personalisht, por ne jemi në tokë dhe në tokë ai ka shkruar 66 libra, pra libra përmbledhje libra që është Bibla, 66 libra të përmbledhur. Jezusi është fjala Perëndis personalisht, ai
është gjithashtu fjala e shkruar e Perëndis. Ne jemi personalisht në tokë fizikisht, por në qiell identiteti ynë është shkruar në libra me përpikri. Librat qiellor përmbajnë një biografi të plot, çdo akt, çdo fjalë, çdo motiv, çdo mendim, çdo emocion, madje çdo mundësi për të bërë të mirë që nuk e kemi shfrytzuar, ekziston një regjistër i plot i jetës sonë brenda dhe jashtë. Perëndia ka një tjetër unë në qiell në formë të shkruar. Çdo gjë me përpikri regjistrohet, sepse Zotin nuk është i padrejt, por është i drejt. Biblia thot se regjistrat përmbahen në libra, por i bindur se edhe nëse Perëndia do të fliste një profet sot, ajo do të fliste me anë të kamerave, videove edhe kompjuterëve. Pra çka është zakonshme për kohën tonë dhe gjeneratat tona. Kurse Filipianëve kapitulli 4 vargu 3 thot: "Të lutem edhe ty, shok i vërtet, ndihmoj këto gra që punuan me mua në Ungjil dhe me Klementin dhe me të tjerët e mi." Çdo gjë është e regjistruar. Kurse Zbulesa kapitulli 3 vargu 5 thot: "Kush fiton do të vishet me rroba të bardha dhe unë do të fshi emrin e tij, nuk do të fshi emrin e tij nga libri i jetës." Pra, kur ne e pranojmë Jezusin, sikurse Zotin dhe shpëtimtarin ton, ai na jep rrobën e tij të bardhë të drejtësisë, pra meritat e tija që ai i ka, përshkruhen në jetën ton dhe e mbulojnë lakuriqin ton. Por do të rrëfej emrin e tij përpara Atit tim dhe para engjëjve të tij. Pra, kur e pranojmë Jezusin si Zot e shpëtimtar, rrobën e tij të bardhë, ai na mbulon lakuriqin ton dhe rrobën ton të dytë dhe e pranon emrin ton para Atit dhe para engjëjve. Andaj Jezusi është i vetmi shpëtimtar dhe nuk ka emër tjetër që mund shpëtohemi përveç tij. Kjo ka jashtëzakonisht, kjo është jetike. Kurse Zbulesa 13 vargu 8 thot: "Të gjithë ata që banojnë mbi tokë do të adhurojnë atë emrat." Kush janë ata? Emrat e të cilave nuk janë shkruar në librin e jetës së qengjit të thirrur nga themelimi i botës. Ata që nuk do të e pranojnë Zotin mjerisht, Jezusin si Zot e shpëtimtar, nuk do të kanë mundësi të shpëtohemi, sepse Jezusi është qengji që është therr nga krijimi i botës. Kurbani, oferta, Mesia, durët e gëzhduara, këmbët, kurora e therrave, të cilin ne e kemi meritu, kurse ai e ka bë këta për ne. Kurse Eksodi 32, vargu 31 dhe 32 thot, është fjalët e Mojsiu, libri i dytë i Mojsiut. Atëherë Mojsiu u kthye te Zoti dhe tha: Ky popull ka bërë një mëkat të madh dhe ka bërë për vete një perendi prej ari. Megjithatë, tani nëse do t'u afalish mëkatin, por nëse jo, të lutem më fshi nga libri yt që ke shkruar. Çfarë është në pyetje? Populli kishte bë atë viqin e art dhe kishte bë një gabim, një mëkat shumë të madh, që është idhujtari, dhe Mojsiu duke ditë peshën e atij mëkati shumë të madh, ai është i gatshëm që edhe jetën e tij të barazohet me popull dhe thot edhe Zot, nëse ke mundësi të falësh gabimin, nëse jo, atëherë edhe mu më fshi nga libri yt. Pra një besim jashtëzakonisht i madh. Kurse Zbulesa 20 vargu 12-13 thot: unë e poshtë të vdekurit, të mëvej dhe të vegjël që qëndronin para Zotit, dhe librat u hapen dhe një libër tjetër u hap gjithashtu. Pra është libri i jetës, është libri i vdekjes dhe libri i kujtimeve. Pra
Për këto gjana flet Biblia. Çdo qenie njerëzore duhet të dalë përpara drejtësisë dhe kjo është e pashmangshme. Gjykimi është në qiell pas vitit 1798. Ju kujtohet, ne e kemi përmendur më herët dhe do të flasim në vazhdim të këtij seriali, kur ashtu quajtur ju vë plaga bishës, dhe e cila më vonë u shiru. Dhe Danieli kapitulli 7 vargu nga vargu 9 dhe thot Danieli thot, unë e vëzhgova derisa u vendosën fronet dhe i lashti ditëve ku jeton Perëndia atë, u ul, rrobat e tij ishin të bardha si bora dhe flokët e kokës e tij ishin si lesh i pastër. Froni i tij ishte një flak zjarri, rrotat e tij një zjarr që digjej. Një rrjedh e zjarri dilte përpara tij. 1000 mira i shërbenin atij, 10 mira qëndronin para tij. Gjykata u ul dhe librat u hapen. Danieli kishte pa vegimin dhe shkroi, dhe më vonë, ky është kapitulli 7, edhe do të jap edhe shpjegimin që ai e ka regjistruar. Dhe Danieli 12:1, është kapitulli i fundit i librit Danielit, thotë, në ato kohë do të ngrihet Mikaeli, princi i madh, që qëndron duke ruajtur bitë e popullit tënd, dhe do të ketë një kohë të lashe, kohë të vështirë, të tilla që nuk ka pasur kur dhe që nuk ka pasur një komb, madje deri në atë kohë. Dhe në atë kohë populli yt do të çlirohet, kushdo që do të gjendet i shkruar në libër. Kushdo Mikaeli pra do ta mbroj popullin e vet, e ai që nuk do të jetë i gjendur i shkruar në libër, mjerisht nuk mund ta e ka këtë përparësi. Mateu 16:27, Biblia vazhdon dhe flet për gjyqin, sepse biri i njeriut do të vijë në lavdinë e Atit të vet bashkë me engjujt e tij, dhe atëherë do të shpërblej secilin sipas veprave të tij. Pra, shpërblimi do të vjen kur Jezusi vjen, e jo pasi që njeriu të vdes, teorit i keni dëgju, shkon në farajs apo shkon në ferr, me sigurin parajse në ferr, themi Zoti është i mshirshëm, ndoshta edhe nuk ka qenë aq njeri keq e kështu me radhë. Gjykimi është para mbylljes së provës së ardhjes së dytë apo adventit. Gjykimi ndodh ndërsa predikohet ungjilli. Në përfundim Jezusi vjen, siç thot Danieli 7:13. Dhe vargu hyrës na thot zbulesa 14, për cilën jemi duke folur për gjatë tërë kësaj kohës dhe do të flasim deri në fund. Pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte ungjillin e përjetshëm që t'ua predikoj banorëve të veut, çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli. Dhe thoshte me zë të madh, kjo është tema e jon personte, druani Perëndin, keni frikë nga Perëndia dhe i jepni lavdi. Pse? Sepse ora e gjyqit ti erdhi. Ora e gjyqit ti erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin, dheun, detin dhe burimet e ujrave. Këtu e Jezusi në shejtrore, i cili ndërmjetëson për ne, dhe kjo është shumë e rëndësishme të dim dhe ta besojmë, Biblia e shpjegon. Shpërblimi i gjykimit do të jepet pasi që vjen Zoti Jezus, pas adventit, pas ardhjes së dytë. Dhe jo sa vdes njeriu, ai tani ka qenë sigur dhe shkon në parajsë dhe tani na shikon nga qielli dhe kështu me radhë. I keni dëgjuar ato teori dhe janë të përhapura mjerisht kudo, por nuk janë biblike. Biblia nuk e thot ashtu. Mateu 16:27, sepse biri i njeriu do të vijë në lavdinë e Atit të tij me engjujt e tij. Dhe atëherë do të shpërblej secilin sipas veprave të tij. Pra, shpërblimi do të jetë pas ardhjes së Jezusit, e jo
kur njeriu vdes. Kjo është shumë e rëndësishme të kuptojmë. Apostulli Gjan, ungjilltari Gjan, pra i ka këto vegime dhe i shkruan, pikërisht jemi zbulesin duke trajtu për gjatë tërë kohës dhe të shkojmë deri në fund, sigurisht. Anën tjetër është Jezusi i cili është duke ardhur në përcjellit e engjëjve me drapin, me fustan të bardhë, me drapin në dorën e tij dhe bastunin i ulur në re që të merr popullin ja poshtë peshëni në anën e majt. Jezusi është duke ardhur. Pasi që ai të vjen, atëherë do ta merr secili shpërblimin sipas veprave që ai ka bërë. Pra, a ka pranu shpëtimin apo jo? Kurse zbulesa 22:12, Revelation, apo zbulesa, thot, dhe ja, une po vi shpejt, dhe shpërblimi im është me mua, për t'i dhënë gjithë secilit sipas veprave të tij. Kur ai vjen, atëherë pra, do jetë shpërblim. Ku janë të vdekurit e drejt, pra të vdekurit të cilin e kanë pranu Jezusin, derisa të vi Jezusi për të dhënë shpërblimin. Ku shkon njeriu kur vdes? Ja, Zoti Jezus po na shpjegon, te Mateu, te Gjoni, kapitulli 5, një varg i shkëlqyshëm, i mrekullueshëm, i cili e përgjigjen këtë pyetje. Gjoni 5:28-29, mos u çuditni për këtë, sepse po vjen ora në të cilin të gjithë, kush? Të gjithë ata që janë në varre, të gjithë kombet e komsit, ngjyrat, nuk ka lidhje, mosha, asgjë, kur fa ndryshimi, çdo gjë është e njëjtë. Pra të gjithë jemi të barabartë para Zotit. Pra, po vjen ora për çka? Kur të gjithë ata që janë në varre do të dëgjojnë zërin e tij, dhe vargu 29, Gjoni 5, dhe do të dalin prej tyre, ata që kanë bërë të mira në ringjalljen e jetës. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, ringjallja e parë është ringjallja e jetës, kurse ata që kanë bërë të këqija në ringjalljen e dënimit. Jezusi thotë të gjithë që vdesin janë në varre, janë duke fjetur, dheu ju ka kthy dheut dhe fryma frymes, pra është kthy tek Zoti, fryma dhe kurse dheu dheut. Jezusi është duke na folur. Dhe kjo është ja shumë e bukur. Me rastin e ardhes Jezusit. Tani është një slajd që i shpjegon gjëra shumë bukur. Engjëjt do të vinë tek varri dhe do e bëjnë bashkimin familjar, ja është babai, nëna dhe vajza dhe fëmiu i cili ka vdekur, i cili tani engjulli i bashkon, me fjalën e Zotit pra hapen varret dhe të gjithë ata që e kanë pranu, në këtë rast ky fëmijë është si dhuratë i ypet prindve nëse ata janë besimtar, sepse meqense ky rasti që ka vdek shumë i vogël, i cili nuk ka mund të merr vendimin. Por, parimisht është hapja e varreve, pasi Jezusi është nalt këtu, nuk zbret poshtë, por engjëjt shkojnë dhe i bashkojnë njerëzit për të bë bashkimi familjar dhe të marrur për të na dërguar lart në qiell. Pyetja, nëse të vdekurit në Krishtin, në Zotin, janë në varr derisa të vijë Jezusi, si mund të paraqiten atëherë para fronit të gjykimit të Krishtit në qiell para ardhjes së dytë? Pyetja. Një vishtrim tjetër ndaj shpirtit, ndaj njeriut, te Luka kapitulli 8, vargu 52 dhe 55 thot. Të gjithë qanin dhe vajtonin për të, por ai, Jezusi tha, mos qani. Ajo është pyetje vajza që ka vdek, vajza e vogël 12 vjeçare. Ajo nuk ka vdekur, por po fle. Vargu 53. Ata e qeshin me të, duke e ditur se kishte vdekur, por ai i nxori të gjithë jashtë, e kapi për dore dhe e thiri duke thënë, ta vita kumi greqisht, vajz, qoku.
Qau, qika, vargu 55, asaj i u kthye fryma dhe ajo u ngrit me njëherë, dhe ai urdhëroi që të jipet diçka për të ngrënë. Vajza vërtet kishte vdekur, por Biblia e krahason vdekjen me gjumë pa ëndra. Dhe Jezusi thotë që vajza nuk ka vdekur për po fle, po ata qeshnin duke ditur se ajo ka vdekur. Por Krijuesi ja kthei jetën dhe vajza u ngrit. Ky është lajmi i mirë, lajmi i tre engjëjve, i cili duhet predikuar çdo kombi dhe komsie, gjuhe dhe fisi. Andaj ne jem duke i zhvillu këto ligjëratat nga pastor Borni. Kurse Veprat e Apostujve kapitulli 7 nga vargu 56 thot, atëherë ata bërtitën me zë të lartë, i zun veshët dhe u sollën të gjithë së bashku kundër tij. Dhe e nxorën jashtë qytetit dhe e vranë me gur, është në pyetër Stefani. Dëshmitarët i vun rrobat e tyre të këmbët e një të riu që të quajtur Saul. Dhe e vranë me gur Stefanin, martirin, nxënësin e Jezusit, ndërsa ai po i lutej Perëndis dhe thoshte, Zoti Jezus, pranoje frymën time. Pastaj u gjenjëzua dhe thiri me zë të lartë, Zot, mos u angërko atyre këtë mkat, dhe pas i tha këtë ra në gjumë. Çfarë ka ndodhur? Është në pyetje Stefani, i cili predikonte për Zotin, por aty u gjen një farë Sauli, pra i cili më vonë bëhet Pali, dhe duke thënë çfarë flet ky, kjo sekt e re, e pa njohur, ne jemi besimtar kështu autokton, por ata e gjujten me gur Stefanin, me urdhër të Saulit, dhe Sauli e dorëzon frymën e tij, Zoti Jezus pranoje frymën time, fryma i kthehet frymës e dheut, e ata duke gjujt me gur, pra mjerisht e myten, pastaj u gjinjëzua, ullë në gjuj dhe thiri me zë të lartë, Zot, mos ju ngarko atyre këtë mkat, dhe ra në gjumë, pra Stefani vdiq. Kurse Luka 23:46 thotë, dhe Jezusi pasi i bërtiti me zë të lartë tha, atë në duart e tua po e dorëzoj frymën time. Pasi tha këtë, dha frymën e fundit. Pra, fryma jon është nga Zoti dhe në fund të jetës tonë ajo i kthehet Zotit. Nga libri i devotshëm Maranatha, nga Ellen G. White, në faqe 301, Ellen G. White apo Drenusha Bari, si që themi në Shqip, një citat i cili thot kështu, identiteti ynë personal ruhet në ringjallje, me gjithë se jo të njëjtat grimca të materjes ose substancës materiale që shkuan në varr. Veprat e mrekullueshme të Perëndis janë një mister për njeriun, shpirti, karakteri njeriut i kthehet Perëndis atje për të ruajtur. Në ringjallje çdo njeri do të ketë karakterin e tij, pra do të na kthen karakterin, identitetin ton. Perëndia në kohën e tij do të thrasë të vdekurit, pra Perëndia i thret të vdekurit dhe ata kthehen në jetë, që të i marr lart në qiell. Duke i dhënë përsëri frymën e jetës dhe duke i dhënë jetë kockave të thata. E njëjta formë do të dalë, por do të jetë e lirë nga sëmundjet dhe nga çdo defekt. Ajo jeton përsëri duke mbajtur të njëjtën individualitet, ti paresh në mënyrë që miku ta njoh mikun. Thot Maranatha në faqe 301. Pra, identiteti jon do të na kthehet, trupi do të jetë, thot Biblia sa hape mbyll syt, ne do të veshim pa vdeksin. Dhe Jobi kapitulli i 19 nga vargu 25 dhe 27 thot, unë e di që shpëtimtari im jeton
dhe se në fund ai do të qëndrojë mbi tokë, dhe pasi lëkura ime të jetë shkatruar, megjithatë në mishin tim unë do ta shoh Perëndin. Unë vetë do ta shoh atë me sytë e mi dhe unë jo një tjetër. Sa shumë dëshiron zemra brenda meje. Pra, Jobi e dini që ishte në 10 vjetër dhe ka jetu pra para erës sonë vitet të tëra. Ai e dinte që shpëtimtari, që shpirti nuk shkon parajs apo në ferë me një herë, sot vdes, por që shpëtimtari Jezus është gjallë, jeton e në fund, ai edhe që kia lëkura ime, trupi ime është duke shkatruar, megjithatë, une në mishin tim do ta shoh Perëndin, une vetë, sytë e mi, këto sy, jo disa tjerë, e dikush tjetër. Dhe sa shumë zemra ime brenda meje e don, e dëshiron këtë çështje, saktësisht këtë moment dhe këtë kohë. E vërtet, edhe për të ligët, të papenduarit pas 1000 vjeçarit, cila është? Pastor Borni thot, Stefan Borni, se vrasja e John Kennedy do të ofroj një ilustrim të mirë, kur e shihni atë klipin filmik të limuzinës presidenciale, që kthen në qoshën për në rrugën Elm, në Dallas, a është presidenti Kennedy gjatë apo ka vdekur? Ai është gjallë, por ju e shihni klipin pasi ai të ketë vdekur. Në një kuptim shumë real, kur Zoti nxjerr të dhënat e jetës së të vdekurve në gjykim, të vdekurit janë gjallë. Në kaset, pra të inqizuar sikur në kaset. Regjistrimi u bën ndërsa ata ishin gjallë, por DVD-ja, kishim thënë ne sot me gjuhën tonë, në fakt shfrytëzohet pasi ata të kenë vdekur. Në një kuptim shumë real, pra të vdekurit do të shfaqen gjallë para fronit të Perëndisë së Krishtit kur të gjykohen. Mendoni për shembullin e kamerës video që është fikur dhe pastaj u ndezh 10 vjet më vonë, vazhdon aty ku u ndal. Shpjegoni se si funksionon procesi. Nga Ellen White lexojmë një citat, Great Controversy Between Christ and Satan, në faqe 664, i cili thot: ka mbretër dhe general që poshtuan kombe, burra, trima që nuk humben kur një betej, luftar krenar dhe ambicioz, afrimi të cilive i bëri mbretërit të driven. Në vdekje këta nuk përjetuan asnjë ndryshim. Pra, ashtu, kur njeri vdes, në atë formë, me atë karakter, edhe do të ringjallet. Dhe vazhdon citatin nga Ellen G. White, ndërsa dalin nga varre, ata rifillojnë rrjedhjen e mendimeve të tyre pikrisht aty ku u ndalen. Ata janë të aktivizuar nga e njëjta dëshirë për të pushtuar që i syndoi kur ranë. Konflikti i madh, faqe 669 e 4. Kurse zbulesa 20 vargu 11 thot: pastaj pash një front të madh të bardhë dhe atë që ulej mbi të. Nga prania e cilit iku dheu dhe qielli dhe nuk u gjet vend për ta. Dhe poshtë të vdekurit të mdhej të vegjël që rinin në këmbë përpara Perëndisë, edhe librat u hapen, dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës, dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libër sipas veprave të tyre. Shërbimi i përditshëm dhe vjetor i shejtrores. Ne do të gjykohemi sipas ligjit të Perëndisë. Jakobi kapitulli 2 vargu 12 thot: flisni dhe veproni ashtu siç do të gjykoni sipas ligjit të lirisë
10 urdhërime të dashur miq, motra dhe vëllezër, është ligji i lirisë. Pse? Kur ne i përmbahemi 10 urdhërimeve, do me thënë, nuk gënjejmë, nuk vjedhim, nuk bëjmë kurvëri, nuk mashtrojmë, ne jemi të lirë. Ky ligj andaj nuk është një brang, apo si që disa e kanë kuptu dhe e mendojnë. Të gjithë kemi shkelur ligjin dhe për këtë arsye jemi fajtor. Është ora e gjyqit të Zotit, ora e gjyqit të Zotit. Dhe po na thot që raportin të engjujt e shkruajnë çdo ditë, qoftë në librin e jetës, qoftë në librin e vdekjes. Por atë ditë kur ne e pranojmë Jezusin, nuk, thot Biblia, nuk dalim në gjyq, po nga vdekja kemi kalu në jetë. Kjo është mallësia e mrekullueshme dhe vlera, i vetmi i cili mund të na shpëtojë është ai që ka pagu borxhin në Zoti Jezus. Kurse Romakëve kapitulli 3 vargu 10 thot: siç është shkruar, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Tani ne e dim se çfarë do që thot ligji, u a thot atyre që janë nën ligj, që çdo gojë të heshtë dhe gjithë bota të bëhet fajtore para Perëndis, sepse të gjithë kemi mkatuar dhe nuk e arrim lavdin e Perëndis. Të gjithë kemi mkatuar dhe nuk e arrim lavdin e Perëndis. Të gjithë jemi nën dënimin me vdekje, të gjithë jemi në radhën e vdekjes. Romakëve 6:23, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhuntia e dhurata e jetës është në Zotin Jezus, shpëtimtarin tonë. Satanai, shejtani, djalli i drejtë që qëndron si paditës ose prokuror dhe ai ka çështje në raportin mbi mëkatet tona, pra në librin e vdekjes. Zakaria 3:1, pastaj më tregoi Jozueun, kryepriftin që qëndronte përpara engjullit të Zotit dhe Satanain, duke që qëndronte në të djathën e tij për ta kundështuar. Pra, anmiku jon është ai që na kundështon, në Satanai, djalli i drejtë, cilit Jezusi ja ka shkel kokën me ringjalljen e tij dhe me jetën e përsosur pa mëkat, si qenj pa tmeta. Nëse Jezusi do të na gjykonte në mënyrë strikte në bazë të dhënave tona, të gjithë do të ishim të humbur, të dashur motra dhe vëllezër. Është shumë e rëndësishme ta e kuptojmë e besojmë, ta dim këtë. Si mund të qëndrojmë atëherë me siguri të guximshme në gjyq? Ai jetoi jetën e përsosur që unë duhet të bëja dhe vdiq me vdekjen tonë. Ne kemi merituar që vdesim dhe të kryqëzohemi, të paguajmë, por Jezusi këtë e ka bërë për ne. Kurse para Pjetrit, kapitulli 1, vargu 18 deri 20 thot: duke ditur se nuk u shpenguat me gjërat të pritshme, si argjendi ose ari nga sjelljet juaja të kota e të marra në traditat nga etërit tuaj, por vargu 19 thot: por me gjakun e çmuar të Krishtit, si të një qengji pa të tmeta dhe pa njova. Këtë vargë kemi lexuar edhe më herë, nëse e kujtohet, edhe tek mësimi i dytë, Ungjilli i përjetshëm. Ai me të vërtet ishte i paracaktuar para themelit të botës, por u shfaq në këtë kohë të fundit për ju. Plani i shpëtimit është bë para që ka ekzistuar planeti jon, por o shfaq kohën e fundit për ne, siç po e thot. E para e Gjoni kapitulli 2 vargu 1 thot: fëmijët e mi, Gjoni shkruan dhe thot: këto gjëra po ju shkruaj që të mos mëkatoni. Dhe nëse ndokush mëkaton, kemi një avokat te Ati Jezu Krishtin të drejtin. Nuk ka emër tjetër. Ju i dini ato teori që thonë është shejti ky, është Zoja Bekume, shejti Shtanu, është tani Nën Tereza, është shejti ky, lista është e gjatës të gjatë.
por Biblia nuk e thot ashtu. Ajo nuk është biblike, ajo është pagane. Biblia thot vetëm një është emën që mund të shpëtohem, është emri i Jezusit dhe askush tjetër. Ky avokati jon. Andaj, si zhvillohet kjo? Kur hapet libri jon, libri im, dhe thot Diana Daka Nahi, hapet dhe lexohet raporti për jetën gabime, si çdo njeri jemi të gjithë mëkatar, dhe Jezusi do të kenë rregull ashtu është, ky angjëlli këtu e ka raportin dhe e lexon, Jezusi thotë është shumë e saktë e vërtet, por me qenë se ky person, këtë rast, kjo zonja, Diana Daka Nahi këtë rast, pe marrë emnin teme, jo dikuj tjetër, kujdo qoftë, me qenë se ky person mua më ka pranu si Zot dhe shpëtimtar. Atëherë gjaku im që unë e kom pagu bjen në çdo faqe dhe thot i falur, i falur, i falur. Kjo është ai procesi. Ne kemi një avokat te ati, Jezusi, tani na përfaqëson para atit nëse i mbajmë shërbimet e ti si avokatin tim, drejtësia e ti do të qëndrojnë në vend të padrejtësisime, nëse mëkatet tona kanë hy në shejtroren në përmjet gjakut të ti, me anë të pendimit, rrëfimit dhe besimit, në të Perëndia do të na pranoj jetën e ti në vend të jetës tonë. Kjo është procesi dhe shumë e bukur dhe thjesht dhe mrekullueshme madje, e mrekullueshme, besoj që pajtoheni me këta. Duhet të dalim para gjyqit të Zotit dhe ne vetë nuk mund t'ja dalim sepse mëkatet tona na ngarkojnë. Por Jezusi, meritat e tia, gjaku i ti, fal kësaj mëshire dhe meritave ne jemi të shpëtuar. Ne duhet të rrëfejmë mëkatet tona, ne nuk i rrëfejmë njerëzve, as nuk i rrëfejmë kujdo, por i rrëfejmë nëse dikuj diçka i kemi gabu, atëherë duhet që thot populli jon t'i qërojmë hesapet në mes vetit, nëse dikuj diçka i ka bargj, apo e ka mashtru, apo si do të qoftë, por së pari kërkojmë Zotit falin në bazë të urdhërimeve. Që të rrëfejmë duhet të pendohemi dhe që të pendohemi duhet të kemi keq ardhje për mëkatin dhe gatishmëri për të larguar prej tij. Vetëm kur arrim në Kalvar ku Jezusi është sakrifiku për ne, e shohim Perëndishëm që është mëkati. E para e Gjonit kapitullin 9 vargu 9, nëse i rrëfejmë mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejt për të na falë mëkatet tona dhe të na pastrojë nga çdo padrejtësi. Nëse i rrëfejmë, pra duhet i rrëfejmë, t'ia themi të gjitha Zotit, e nëse dikujt diçka i kemi gabu, duhet të kërkojmë falje nga ai. Kurse Levitiku kapitulli 16, vargu 16 thotë kështu ai do të bëj shlyrjen në vendin e shajt për shkak të papastërtisë së bijve të Izraelit dhe për shkak të shkeljeve të tyre. Për të gjithë mëkatet e tyre dhe kështu do të bëj për tabernakulin e mbledhjes që mbetet midis tyre në mes të papastërtisë së tyre. Ata që në gjykim para ardhes së dytë, para adventit, gjenden të janë në Krishtin, pra kanë pranuar Jezusin si Zot dhe shpëtimtar, do të ringjallen dhe të marrin shpërblimin kur Jezusi të vjen. Jo sa të des, kur Jezusi të vjen. Kurse para Thesalonikave, kapitulli 4, vargu 15 thot, dhe këtë po ju them, Apostull Pali shkruan, me fjalën e Zotit, ne të gjithë që do të mbetemi deri në ardhjen e Zotit, nuk do të jemi përpara atyre që kanë fjetur. Vargu 16, sepse Zoti vetë me një urdhër, me zë kryeangjëlli dhe me borinë e Perëndis do të zbres nga qielli dhe ata që vdiqën në Krishtin do të ringjallen të parët. Ata që vdiqën në Krishtin. Më pastaj, ne të gjallët, që do të kemi mbetur, do të rrëmbehemi bashkë me ata
mbi rreth, për të dalë për para Zotit në ajër dhe kështu do të jemi përherë bashkë me Zotin. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Këto janë fjalë që duhet të di gjithë cili, sidomos ata që kanë humbë të dashurin, edhe sidomos në ato momente kur është vdekja, varrimi e kështu me radhë. Të dini që ai tani është personi duke fjetur dhe kur Jezusi vjen, do e ringjall të bashkon së bashku me familjarët e tij. Pyetja, kush ishte apostulli Pauli para se që ai e njohi Jezusin? Veprat e apostujve 26 nga vargu 9 deri 11 thot: në fakt, unë vetë mendova se duhej të bëja shumë gjëra kundër emrit të Jezusit. Flet apostulli Pauli dhe thot: unë mendoja që duhet të bëj gjëra shumë gjëra të këqija kundër Jezusit, duke menduar që është një sekt i cili ka filluar ta pushtoj botën. Vargu 10, këtë bëra dhe në Jerusalem dhe shumë shejtor i mbylla në burg. Pasi kisha marrë autorizimin nga krerët e priftërinjëve dhe kur vriteshin, unë e hidhja votën time kundër tyre. Pra, unë isha kundër atyre që besonin Jezusin, thot apostulli Pauli, dhe bëra çmos që ata dënohen të futen në përburgjet, madje fizikisht të rrehen e kështu me radhë. Vargu 11, dhe i ndeshkoja shpesh në çdo sinagogë dhe i detyroja të blasfemonin dhe duke qenë jashtëzakonisht të tërbuar kundër tyre, i përndiqja edhe në qytetet të huaja. Pauli ishte një kundërshtar shumë i madh i sektit derisa Jezusi nuk ju çfaq personalisht. Dhe mëkatet e tija ishin shumë, në të vërtet ai ishte dënuar. I vetmi nga shejtorët që ne e njohim me emër është Stefani. Veprat e Apostujve 7, lexuam pak më herët. Por ai e priti Jezusin në rrugë për Damask dhe pastor Borni thot që unë e kom qenë në atë rrugë, ai ka qenë. Veprat e Apostujve 22:16 qohu dhe e pagzohu dhe je laj nga mëkatet duke thirrur emrin e Zotit. Sauli ishte me të vërtet një horr, por pas konvertimit të tij në rrugë për në Damask, emri i tij u ndryshua në Paul, jo Saul, por në Paul, në Paul ashtu siç e njohim ne. Ai ishte një fitues shpirtash për Krishtin. Imagjinoni shprehjen në fytyrën e Stefanit në mbretëri kur ai do të takoj Paulin për herë të parë. Pra, dhe me siguri Stefani ja ka falë ashtu edhe siç ka thënë: o Zot, mos ju ngarko këto për mëkat. Ilustrimi i kompjuterit. Nëse kompjuteri, një objekt material, truri, burimi i energjisë, merr një identitet vetjak që ju e programoni, mund të rrëzohet ose shkatërrohet, disku është rezervë. Nëse bleni një kompjuter të ri, kompjuteri i ri është i pathyeshëm, një tru i ri me shumë memorie, i lidhur me burimin e energjisë, disku rezervë i kyçur në kompjuter i jepet të njëjti identitet të atij personi. Tani disa lajme të mira në lidhje me butonin delete. Po punoj në predikimin tim në kompjuter dhe po shkruaj. Kur e kam përfunduar dhe i kam shtypur, thot pastor Boni, e lexoj përsëri për të siguruar që nuk ka gabime dhe paprit në zbuloj se për një pjesë të një paragrafi kishte vënë gisht në
tastatur e gabuar dhe kishte vetëm një resht në tër atë palavra, në tër ato palavra, faleminderit Zotit që kompjuterin kanë një qels, fshirje dhe e tër çështja duhet të bëj të nxjerrë në pa gabimet dhe të prek vetëm këtë të veçantë. Qelsi që do të rregulloj gjithçka. Ashtu pra është qelsi delete, siç e themi ne. Ashtu Perëndia do të fshijë çdo mëkat nga të dhënat tona individuale për të cilat jemi penduar dhe kemi rrëfyer dhe lista jonë do të jetë përsëri e pastër. Ne nuk do të marrim mbrapsht të gjitha gjërat e këqija që ishin në të dhënat tona. Kjo është arsyeja pse pendimi, pikëllimi për mëkatin dhe largimi prej tij, pra kjo është definicioni i pendimit, dhe rrëfimi janë çështja jetë a vdekje. Pra nëse pendohemi na vjen keq, çka kemi bë dhe kërkojmë falje gjakun e Jezusit. Siguria jonë më e madhe është që mëkatet tona të mbulohen nga gjaku i Jezusit në shejtrore. Jezusi të dashurit ton sot është në shejtrore. Është në shejtrore dhe ndërmjetëson për mëkatet tona. Ndërmjetëson për mëkatet tona dhe ky temjani ngritet lutjet tona, cilat pranohen, pra vinë aty përpara kerubimet. Jezusi ka veshur fustanin e kryepriftit, është kryeprifti vet dhe me 12 gurë të çmueshëm që janë simbolik. Durët e tija janë të gëzhduara dhe do janë përgjatë tërë gjithësisë si shenjë vërtet kujtim që ai ka vdekur për qenjit njerëzore. Duart e tija janë akoma të hapura drejt nesh, a do t'i pranojmë? Besojmë që po. Mirëmbëjtje.